Këtu jemi në fshatin Miz, bashkia Divjak. Jemi fermerët me njerëz që kanë lënë kurbetin, 25 vite kurbet, për t'ju kthyer tokës, sepse fal atyre gjoja pretendime të qeverisë që do t'i japi lek, urdhëron se si është sot Shalqiri. Shikoni se keni Shalqirin të gjithë, parcela, po si kjo parcel, ta zotriti kanë të gjitha. Edhe do të thonë vetë se sa lek ka vajt kile Shalqirit për të llogaritur. Sot jepet me 50 lek te grumu. 50 lek nuk vëshitet. Pra, po të thonë me 50 lek që dalin për të zbusin dhimbjen e humbjes, edhe prap nuk vëshitet. Sa vite keti e brëzë që ka ardhur? Bërë sa bëjmë në emigrim. Kam kontribuar për një mëtartë dhe fëmijëve të mirë në vendin tim, po është zero. Do iki prap. Ska, nuk ka. Gjithë kjo parcela urdhëron si e kanë. Jo kjo, janë shumë si këto. Shiko, 2 hektare gjysmë larg. po të shikosh anë ke kanalet i ke stratosferë tap, të bllokuara, pa pastruara, edhe prap se prap ta njerëz, edhe pse është katastrofa ndaj, prap se prap shiko se si është Shalqiri. Zero. Do iki prap. Sa ke mjellë? Kam 13 vite që jam kthyer në kurbetin, me shpresën për një Shqipëri me qel për të jetuar në vendin tim. Jam aq i zgënjur me qel, edhe aq qeveri të tillë me qel, me të drejtim që bën, i bie një qeveri krimi që na ka poshtruar me qel totalisht. I bie që t'i lëm të gjitha, të bie me qel tuaj, tu të lëm me shtëpit, edhe vendin, lindjen e të gjitha dhe të ikim kurbet. Qeveria me krimit me qel që është me qel pushtet ka 15 vite na ka shkatruar totalisht. E the me shpirt të, edhe shpirtin jap me qel për të zhdukur këtë të keqet madhe. Po të Shalqiri, po Shalqini nuk kam bjell 15 dylim Shalqi, kam hedhur 20 milion lek, edhe kam marrë 7 milion lek të mia. Të dhanë gjithë shteti naftë, ujë, dreq, tani, kombesimi, nafta 2000 lek, plerat me qel vend në ngritje totalisht vit për vit, ndim asnjë drejtim. I bie me qel të braktisim vendin dhe të ikim. Kjo është situata për ata që thonë që 10%. Tani po t'i bëjmë llogaritë gjithë shqiptarëve se ne me matematikën këta të lajnë e të lyjnë atje. Po ju them vetëm një gjë. Me 50 lek sot që me t'ia dhëm, me t'ia çur prap grumulluesit nuk i merr as me 50 lek. Me 50 lek janë me humje, por të paktën të nxjerrin, nuk e di, mos t'ia heqin kalamajve bukën nga goja, sepse po marrin për vit nga shtëpia, nga kursimet e tyre të emigrimit, po i hedhin bujqësit dhe s'po i marrin mbrapsht. 50 lek që shitet sot të vjetra, se më ngatronë njemi 500 se këta i të flasim e tretë, po ne flasim 50 lek të vjetra, ajo 10% që t'japin këta është 5 lek. Prap me 55 është prap në kosto. As i gjes marrin këta. Edhe atë kismet nga enari. Po dini na ç'do bëjnë këta? Si do han, ku do han, ku do rrit? I bie që heqin bukën e kalamajve nga goja. Kjo është situata e Shalqirit. Po ta shikosh, si kjo parcela, se pjesën tjetër e grinë e plugun këta, e vun 9 traktor në rrotat e zinxhirit, sepse më shumë ka kosto punëtoria ta vjeli tani, se sa 50 lekë për çfarë. Plerat me qel vit për vit vend të thjesht, lekët i dhe me qel edhe nuk merren ajër, edhe pikat e grumbullimit janë trysni, ju bëjnë presion me qel për mos marr mallin. Ja po them unë, nuk e kam fajin pikat. Pikat punojnë shumë mirë, po në momentin që nuk funksionon shteti, pika nuk ka çfarë bën. Kjo është situata ndaj që i bëjmë thirrje Ministrisë Bujqësisë, i bëjmë thirrje çdo qeveritari që vjen merr vota Divjak dhe tallet me njerëzit e punës dhe njerëzit e ndershëm. Kjo është gjithë zona e Divjakës, e Mizës është durar se punojnë 4